Një tjetër motor Suzuki V-Storm është bllokuar nga policia këtë herë në Durrës, jo shumë kilometra larg bllokimit të mjetit të parë. Policia e shtetit ka nisur një aksion masiv kontrolli në zonën e fushkrujës Mamurasit dhe Durrësit, pasi këtu kanë humbur edhe gjurmët e 2 vrasësve të drejtorit të Credinbank Artan Santo. Në këtë zonë policia ka nisur aksionin që ditën e vrasjes, ndërsa të gjithë hetimet këtu janë përqendruar. Forcat të shumta policia kanë rrethuar dje zonën e Mamurasit dhe kanë nisur kontrolle të shumta. Burime nga policia kanë bërë me dije se janë kontrolluar të gjithë serviset e makinave, motorëve apo mjeteve të tjera. Vetëm gjatë ditës së djeshme janë kontrolluar 10 servise makinash në këtë zonë, por nuk është raportuar të jetë gjetur ndonjë send apo pjesë motori, apo skafandra që mund të jenë apo përngjajnë me ato që përdorën 2 killerat në 26 qershor, ditën kur u ekzekutua në orën 9:18 bankierin Artan Santo. Megjithse policia e shtetit ka dalë zyrtarisht duke konkretizuar se autorësia për vrasjen e bankierit Artan Santo bie mbi kushërit Klodian dhe Saimir Gjozi, një grup oficerësh kanë shkuar në qelinë e burgut ku mbahet i izoluar kolumbiani Cesar Augusto Palaez. Veç kësaj piste, prokuroria është duke verifikuar dhe transaksionet e shitjes së kompanisë Armo, e cila u ble nga biznesmeni Rizar Tachi disa vite më parë. Shtetësi kolumbian është pyetur rreth një transaksioni bankar që do të kryhej nga një bankë shqiptare në drejtim të një banke spanjolle. Ky transaksion do të kryhej për pagesën e 250 kg kokainë të kapur në Malin e Zi disa javë më parë. Gjatë marrjes në pyetje të kolumbianit Cesar Augusto Palaez, ka treguar se kishte folur disa herë në telefon me një person në Spanjë, i cili kishte njohje me një bankier në Tiranë, dhe prej bankës së tij do të kryej transaksioni i shumës së parave prej 1 milion eurosh. Gjatë marrjes në pyetje, kolumbiani është rrëfyer se ai nuk i ka treguar se nga kush bank do të kryej transferta e parave. Sipas dëshmisë të arrestuarit, qëllimi i ardhjes në Shqipëri ishte që të merrej një sasi parash për një ngarkesë droge që do të vinte me një kontenier me një fund të 2 fisht.